që dini zgjedhjet janë festë për popullin tonë, janë festë e demokracisë, e shprehjes lire, e vullnetit të popullit të Kosovës. Dhe tani, siç kemi dëshmuar tash sa kohë, e fatkeqësisht shpesh kohëve të fundit, fatmirësisht Kosova organizon zgjedhje të mira, të mbara dhe demokratike. Dhe sot presim këtë ditë mirë, të bukur, kemi edhe zgjedhje të mira dhe demokratike. Joni që në emër të BDK-s të uroj gjithë komisionerët, gjithë përkuesit e gjitha partive, që të bëjmë punën e shkëlqyeshme në mbërmbajtjen e këtij procesi. Të uroj prokurorinë e Kosovës që siguron që procesi të jetë drejt dhe i mbar, policinë e Kosovës dhe natyrisht anëtarët e KQZ-s dhe juve, mediave që jeni rinis ditën nga mëngjesi herët e do ta përfundoni të fundit për të informuar qytetarët e Kosovës. Është ditë feste, është ditë gëzimi për Kosovën, është ditë e mirë në kohë, në matë janë gjitha kushtet që populli i Kosovës vendos fati për 4 ditë tashme. Sot është një ditë brenda 12 orëve, nga ora 7 e mëngjesit deri në ora 7 të pramjes, vendoset fati i Republikës për 4 ditë tashme. Prandaj çdo vot parazi, edhe në këtë drejtim pres pjesëmarrje masive të popullit.